kush je ti? Të gjithë jemi nga Ademi dhe Ademi është nga dheu. Ky është fillimi dhe fundi. Materia e krijimit tonë është dheu, i cili simbolizon qetësinë, lirësinë, modestinë, sinqeritetin dhe gjallërinë. Kur njeriu arrin ta kuptojë realitetin e dheut, e njeh më mirë vetveten. Kur një vetveten adhuron Zotin, është modest, i sjellshëm me të gjithë, e kupton se është si të tjerët nga dheu, tani e di se kush është. Ose do të jesh produktiv e paqëruajtës, sikurse nëna jote tokë, ose si gjyshi yt dhe. Ose do të jesh i palulzuar, nuk do të banohet tek ti, dhe do të jesh çdo herë i thatë. Do të mbetesh vetëm ai që të tjerët do të shkelin e do të hedhin ujë që të mos ngrihet pluhur. Dheu i kujton njeriu që të mos bëhet mendje madh, të jetë produktiv, aktiv dhe i gjallë në jetë. Ndoshta ai mundohet që me këmbën e tij të shkel materien e vet, por të ketë kujdes dhe të shikojë se ku po shkel. Dheu ja kujton atij që të mos nënçmoj askënd, sepse dheu nuk mund ta nënçmoj dheun. Pasuria, pozita, preardhja familjare, fisi, shpesh herë bëjnë që të harrosh se kush je. Të largohesh nga toka, e ti shikosh të tjerët sikur janë më të vegjël, më të dobët, më të varfër e më të prapambetur, nuk është tjetër vetëm se të largohesh nga vetvetja. Tu bësh të tjerëve pa drejtësi, ti shtypësh, mashtrosh, tralltosh, gënjesh, përqeshësh, e nënçmosh, mos harro se është të shkelesh mbi veten tënde. Edhe ata janë prej dheut si ti. Në rrugë shkolla administrati dëshiron të jesh i pari, por harron se me këtë shkel të tjerët, kurse në realitet po shkel veten tënde. Ndërtimi i urave të komunikimit, largimit apo afrimit me të tjerët në bazë të lokalizmave është shenjë e primitivizmit dhe së kaluarës. Shembulli yt është sikurse dheu me të cilën mund të krijosh art, por edhe një gurbalte për ta lënduar dikë. Fillimi, të gjithë jemi nga dheu, fundi dhe të gjithë në ditën e Kiametit do të vijnë një nga një.